Pentagoni bashkon forcat me gjigantët e AI, marrëveshje strategjike për teknologjitë e klasifikuara. Pentagoni ka arritur një marrëveshje të rëndësishme me 7 kompani lider në fushën e inteligjencës artificiale në kuadër të zgjerimit të përdorimit të teknologjive të avancuar në rrjetet ushtarake. Marrëveshja përfshin kompani të njohura si globale SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft dhe Amazon Web Services, si dhe kompania Reflection. Shumë prej tyre kanë pasur më herët bashkëpunime me Departamentin e Mbrojtjes. Kjo nismë synon të rrisë gamën e ofruesve të AI që punojnë në Ushtrinë Amerikane dhe të përshpejtojnë integrimin e teknologjive të reja në operacionet e sigurisë kombëtare. Ndërkohë, platforma qendrore e Pentagonit, Gen AI Mil, po përdoret tashmë nga mbi 1.3 milion punonjës Departamentit të Mbrojtjes. Veçanërisht Google ka nënshkruar marrëveshje që lejon Pentagonit të përdorë modelet e saj të avancuara të aplikacioneve operacionale të klasifikuara.